Përshëndetje miq. Se që dini kemi filluar një cikël të ri të emisioneve sa i përket ngjarjeve të vitit 99, gjithsesi ngjarjeve të luftës në zonën operative të Karadakut. Në vazhdimin e këtij cikli të emisioneve ne synojmë të paraqesim para jush të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, pa hiperbolizime, pa stilizime. E sot ne kemi një akter kryesor, njëri prej akterëve kryesor të këtyre ngjarjeve, e ai është Milazim Miftari. Sa i përket Milazim Miftarit, vlen të theksohet se ka qenë aktivist i kahershëm i çështjes kombëtare gjatë viteve 90-ta. Gjithashtu, ka qenë edhe antar i Këshillit të Prindve, ku ka kontribuar për mbarvajtjen e mësimit shqip në shkollën fillore në Bresalc. Gjithashtu, Milazim Miftari ka qenë edhe sportist i dalluar, si lojtar aktiv në klubin volejbollistik Bresalci. Për ata që nuk e dinë, klubi volejbollistik Bresalci para luftës ka qenë kampion i padiskutueshëm në lamin e sportit të volejbollit në nivel Kosovës. Por neve sot do të flasim vetëm për ngjarjet e luftës. E me ne pra është pjesëtari i një siti të Bresalcit, që më vonë do të quhej një siti Pajazit Ahmeti, Milazim Miftari. Me datën 10 prill kam qenë në lagjen e Barkollëve, përpara kemi thonë Barkollëve, tash nuk e di. Këtu i kam pas miqt, edhe kam pas gruan edhe fëmijën edhe tjerë familjar kanë qenë këtu të stacionum. Po edhe unë her pas here kom marrë këtu, edhe atë në atë natë ose atë ditë kom qellu këtu. Po kam qenë fjet. Mëngjesin e hershëm? Mëngjesin që kanë ardhur forcat e serbe, unë kam qenë fjet. Tamam. Ka ardhur Haxhia. Haxhi Kurti. Haxhi Kurti, domethënë edhe ka thonë quse po vinë serbt. Po ma ka thonë shumë but let, jo në atë nivelin se... Mos me shkaktu panik, faktë. Qashtu. I kom thonë, lem edhe pak të flaj se shumë isha i lodhur. Ka arës dyti, për sa ka vanuaj nuk e di, njëjten. Ka arës treti ka unë qudha se hinën. Tash me tonë batë ma ashur, ha? Qudha, aty mos pat qu, edhe jëm qu. Kom dalë prej aty, do me thonë popullatave që ju kanë nisë për me shku në periferi. Po, në periferi, në malë që atje kanë pasë një lastik. Edhe unë kom dalë për pjetë. Kom shku të moli atje. Kur kom marrë si drejtim që tuhet, e kom pa dhe më thonë, sërbë të paramilitar kanë qenë të pëmt aty. Okej. Edhe mu më ka përngjanë një paramilitar si ku na komandonti, e jo poruqi. Edhe unë e ja kom bo me dorë, a i ma ka bo me dorë. Do më këto pëmë nuk kanë qenë asë një atëherë u kom krejtë 27 vjetë, po, mas 27 vjetë edhe unë sot që tu po dalë. Unë i kom fishlua, i më ka fishlua, edhe unë i kom dasht me ardhë me këshyrë një sitin. Gjujshin nga pak, po tash, aty në atë moment nuk u mujtë edhe unë me u koncentru bëllë. Se na kem pas urdhër, për shembull, mos me gjujtë. Jo si njësit, mos me gjujt, mos me gjujt, mos me luft, mos me rezistu. Mos me rezistu për shkak popullatës, mos me rreziku popullatën. Okej. E po unë s'ko mujt në atë moment me akseptu faktë. Ja, po, edhe kom ardhë. Popullata i konë e kësaj lagjës Ruqoviqe, edhe të qesolve, i konë anena. Mu më kanë full. Të kanë thonë mos shko, ha? Nuk e disha, më kanë thonë se unë nuk dash më morë me ata, unë e veç që kom pas synimin ta me shku të një siti jam ju bashkan gjitë. Edhe ata do më thonë, regullisht kanë folë dishka, po nësë që më konë në gjendje të ta, heq adis i përcaktum të ta. Kur i marë këtu, do më thonë, afër tyre, ha? Afër tyre, dikun 50 metra. Aty i kanë shu pozicionet, edhe kanë ru këtu meqët e arave. Edhe më kanë bërtit sërbisht, dur të përpjet, dërzohu. Edhe unë e pash aty, ajo si shkën pyjtje dërzimi. Edhe unë e kom ikë tëna. A ke pas arme veti që të? E kom pas revolën 765. Vetëm revolën 765. Edhe kom ikë. Do më unë është spedivesh 200-300 metra, 400, sa i ka që kjo farë hapsire, edhe kom pa pëmu kom këtu, pas një pëmu kom. Edhe më kanë gjuj, do më thonë, kur se ka nollë. Refal? Mara refal e ka një, kej do më unë, më ngullë ke kënina, anina, fishloj ke rrëdh veshit, me më kapë, së më ka kapë pas një plëmë. Edhe kum dollë, që tu kur kum hinë malë,
që aty përpjet, kur s'ma kanë ullë, edhe aty s'kur jëm hinë malë. Edhe është ana një farë si rafsh atje nalë, kur jëm dole atje, e stref uruqin. Para se me dalë të strefi, këtë ngjarjen që po tregon, popullata e ka po... E ka po sikur na në televizor. Si film. Si film e kanë po une hiq se kum pos menjen të ta, se une kisha veç të një siti. Kur kum dole atje, e kum takue e strefin, ka qenë Tahire Syla edhe Nezajet e Muja, motra medicinale, të jadhon dimin e parë. E strefi i plagosën atë? I plagosën e strefi. Okej. Edhe kishni, do me thonë aj, që une jëm konë rrezik. Edhe po më pyet, tha, a pështuve, tha shtuve, po ti, tha, shka e ro këtu? E, tha, më kapi, tha. Edhe aty të në mo, kom hecën e për popullat paka shumë, edhe kum taku tana e Juporuqin, komandontin. U bashkova tash me njësi? U bashkova me Jupin, edhe ora tash parafërsisht, nuk e di se atëherë në kom. Sa unë e kom leviz në për mal, nuk e dive që kum taku e Jupin, komandontin, edhe kemi bisedu. E kish një rastin edhe aj që jem konë rrezik. Edhe më ka thonë, duhet me hi në mahall xhamis. Okej. Po me se shka ka ndodhë, që është situata atje. A u kom para dite kjo ngjarja, mas dite? E, po tash nuk muj... Afërsisht? Afërsisht u konë mesi ditës në ashta që aty dikon. Kur keni hy veç në mahall xhamis? Po, ose ora 1 maksimumi u konë. Okej. Ora 1 ditës, maksimumi. Edhe, kur jemi hi aty në mahall xhamis, u konë të merë. Asë një njerë do në taktuk në një dikon, kemi hinje në shpit miftarit. Okej. Edhe ka aty kemi lyp kafe me pi kafe, se ishmi do mon pa hongër, pa kur gjoheq. Sun kemi gjetë, do mon, na jemi ullë po poshojmë pak, ka hi Sabria i Lazit, ko i shi do mon me miftarin. A i shkon dikun, ku e di që shishmet, a i zdike kur gjo, se shka ka ndodhë. Edhe kur i ka hi aty me posh, se shka, na ka vetë, shka ka, nuk di mas na kur gjo. Edhe aty këshin pas buk që në konë aty, janë nisi brumin i lajt i durt, dhe janë nisi me bo buk. Me bo buk. Se lypin, tha, thmi janë lypin buk në malë. Edhe e kemi pona se qësh është situata aty, kemi hec për me dalë të populata ku në konë aty. Okej. Kur kemi dalë të shpia e kamerit, kamer miftarit, e Jupi ka ardhë për të lagja knena. Lagja qosave? Qosave, po. Edhe mu më ka thonë shko të populata se ta na s'dishim na kur gjo. Shko atje këshyre situatën shka qysh tek. Rregull. Edhe jëm shku. Kur jëm shku atje, dhe më thonë, më kanë tregu se jenë vra, 2 apo 3 mdokët në zgabosha, jenë vra 2 pleq edhe 1 gru. Ishin plagos 8. E ndërt që ata plagosin, ndërt 8 ata, u konë qika e vllahut e 13 vjeqare, edhe u konë djalit vllahut, do më thonë 3 mush. Kur kam shku në atje, i kum pa, do më thonë. E ki po gjendja që shërë në teren? E kum pa gjendjen, e kum pa, do më thonë, plagosin, i kum pa krejt. Tash, informacioni që Halil Shala, që ka qenë, do më thonë, në shtab atje në Zhegovës, ka shku ose ka shku ma shkurt, po, për me informu shtabi që kem plagosën, që ka është plagosën, edhe që shpja bojmë, se kem nevoj për juve. E ajo pjesa tana nuk e di se qysh, po mu më ka orë informacioni. Prej kujna më ka orë, nuk e di. Okej. Nuk e di. Qëfar informacioni? Informacioni më ka orë se ti duesh me bo organizimin e plagosërve. E ki gjallën për tërheqin e tyre? Për tërheqin, se ata gjëja se tash hala. Po vinë ushtria, ha? Po vinë prej shtabit. Në rregull. Atje vinë me i morë plagosin për mi qu spital atje. Edhe tash aty ka qenë popullata do mënu 300 shpi malla xhamise, ka posë edhe prej tjetër të ka hit aty,
Edhe rruga domthonë u konë e zënd me traktora, me asi, edhe e komora me disa domthonë aty që kanë qenë, kemi marrë atë organizim edhe kemi largu komplet. E keni hap rrugën faktikisht? E kemi hap rrugën deri te ku kanë qenë plagosërit. Okej. Edhe tash, ora nuk e di sa u konë, veç e di që ju mas ju të rru. Mbrëmje, domethënë kanë ardhur. Po, në mbrëmje kanë ardhur. Tash muj me emna mi përmen ashta po dikon muj me harru. U konë Fatmir Mehmeti, u konë Uka, shka po di unë që ka emni se di sët, u konë Bili, u konë Gineri, u konë Kumanova. Për Shqipen Mehmetin, a u konë, a nuk u konë, nuk më kujtohet bash, po besoj që u konë, tash nuk e di. Okej. Edhe, do më unë i kanë morë plagosërit. Do më thonë, ti je kanë ai që i ke organizu, i ke sistemu faktikisht për popullatën aty dhe i ke bërë organizimin për tërheqjen të plagosërve. Po. Për m'ia dërzu ushtrisë. Po, edhe kanë ndodhur kjo domthonë. Na kanë bërë një replik, po du me cektu. Na kanë bërë një replik me emër se na do të më kanë shumë korrekt. A ka qenë Selver Kçiku ai që i ka tërheqë plagosërit? Ja, unë nuk e kom pas Selver Kçikun kërkun. Hiç, ato jam kështu 100% jam i bindur që nuk e kom pa. Ka mujt me kon, po unë nuk e kom pa, domthonë për ndihmë me na dhon Selver Kçiku, harroje se jo. Duke u bazuar në rrëfimin e komandantit juaj, Ejo Puruqi, i cili e ka dhënë ekskluzivisht për neve, ai aty thotë se në ditën e 15 prillit, njësiti juaj ka qenë në Bresalc. Dhe ka qenë e pamundur të deportohet për në Zhegovca ditë. Mirë, po e përmend një detaj, ku natën e 15 prillit deportojnë prej zonës luftës 3 ushtar dhe vinë në Bresalc më saktësisht te njësiti juaj, ku keni qenë të vendosur. A mundesh me na tregu pak më tepër çka ka ndodhur atë natë dhe çfarë informata morët apo? Po. Ta kanë ardhur domethënë prej zonës ku është bërë, ku ka qenë domethënë prej Zhegovcit. Luftimit, prej Zhegovcit. Edhe jemi takue, edhe kemi bisedu, domethënë njësiti jonë ka qenë veç I stacionum jo, po faktikisht? Jo, po i bashkum, domethënë kemi nejt ma shpesh e ma shumë kemi nejt bashk. Okej, e atë natë jeni konë? Po jemi konë bashk. Edhe domethënë jemi taku, na kanë kërku ku së di kush ju ka tregu, veç kryesorja. Kanë ardhur të ju. Kanë ardhur të na. Edhe tash kemi bisedu, kemi kërku prej tyne se shka ka ndodhur atje, se na nuk ishmi kur far informacioni. Domethënë ishmi totalisht blloku, pa kur far informacioni. Por edhe ata tash, qysh, tek, nuk kanë mujt me na dhonë, domethënë diçka të sakt. Ka ndodhur ofanziva, ka hi domethënë krejt, po qysh kanë met ata në rrethim apo qysh deportuan? E qysh deportuan nuk e di, po kryesore na kemi pyet ata se shka ka ndodhur atje. Por nuk kanë s'ka dhënë informatat. S'kan mujt me na dhënë informacion, por arsye tash nuk e di asona. Okej. Edhe kemi nejt, dikun ora 12 të natës, kemi ra me flenë në shtëpinë e Shefket Kurtit, lagja Bërkollve. Edhe 5 minuta masi që kemi ra, domthon, ka ardhur një informacion. Po, prej kuj qysh, shka nuk e di se gjëja se janë stacionu sërbë shkollën e Bresalcit edhe në restoran Kosova. Okej. Po. Edhe u dash na mu qu për me hec. Tash, e jupi komandant, Halidi, Velia edhe unë ishmi aty, do me thonë, ata kërkuan për me qu për Marevc. Kërkuan kush? 5 ushtar që erdhen prej. Se 3 kanë ardhur, 2 kanë qenë faktikisht. 2 kanë qenë veç te xhamia. Në lagjën xhamis. Po kryesorja këtu jemi konë bashk 8-5-it, ata jemi konë edhe na. Edhe tash kemi morë njësit jonë, kemi morë vendim që une edhe Veli Murati do mon me morë mi qu deri dikun për Marevc, mi drejtu. Edhe kanë ndodha jo. Kemi dalë, me thonë 100 metra se dia ka ajën konë. Ka ra shi që une nuk e moj men. Edhe shumë konë terë, edhe ftoft, e kejtë kemi hec, ku me ditë sa kemi hec, as 100 metra s'kemi mujt me hec. Edhe tash kemi morë vendim
për me shkue, mu strehu te Kadria, ose s'po ku moter, pa ka shumë, dyqysh edhe për me vazhdu. Edhe 300, 200, 400 metra diferenca, do mon, është zdrit, teri kemi mrit te Kadria. E kemi thirë Kadrien, mirë na ka prit shumë, na ka dhonë buk, na ka nxe, edhe kemi nejt tërë ditën aty, për arsye se ditën nuk guxojshe me lëviz për shembull me njerëz që ishin me uniforma. A shkoku që e ronë sytën? Po, me uniforma edhe me armatosur, po. Edhe kemi nejt aty tërë ditën. Në mbrëmje, jemi nisë e kemi morë edhe Kadrien, për me na drejtu për rrugë ma mirë, edhe në gjatë syla, ka orë deri në rrugën nalë që është për xhamisë që shkon për pjetë, aty e kemi këthy në gjatin, kemi vazhdu na. Kemi shku tash te Zebinca, dhe mon është anena, Parallova kënena, na kemi hinë në mes. Për ata që se dinë, së ne di, po Zebinca dhe Parallova janë fshatra sërbe. Po. Plus, kishin qenë edhe, shka po dijën me artilleria që gjujnë të më për granatime, dhe vendosër aty, po fati jonë... Ushtria ka qenë në Parallova? Në Zebinc, aty që të një venit Mahnut. E jo, do më thonë, mes këtë dy fshatrave keni hi për me shku me dërgu këta në Marevc. Po, edhe kemi shku, kur është një 3-4 shpija si lagja, shka po diju në Sakicall, aty jemi ullë, kemi poshue. Njoni prej ushtarëve, prej aty në 5-ve, është një farë ceti, po emnin nuk ja di, asë mbi emnin nuk ja di, po ceti, do më thonë i Labionit, a i ka thonë këtu, ju këthenu. Prej këtu ujt e di unë rrugën për me shku. Se e ka njoft tereni? E ka njoft tereni, di me shku se Labioni afer për Sakicallve. Edhe na jemi këthy. Edhe ata kanë vazhduhe. Ju kur u këthyt, çka ndodhi tani? Po na jemi këthy dikun në mëngjes. Mas i keni përcjell ata? Mas i kemi përcjell, do më jemi këthy në mëngjes. Edhe si njësit, do më thonë, na jemi mundu, gjithëherë me konë ofër popullatës, se dhe u bëjshin dezinformata. Ndryshëm, tamam. Po, jo erdhen, jo shkun, jo kështu, jo nej, edhe u dosh sa ma ofër me qenë ofër tyre, edhe mi dhonë pak... Jo... Kuraje mi dhonë qaq sa kishmi mundësi. Familja juj, sa ditë mas nejt ka kalu, u zhvendos prej lagjës Bërkollëve? Lagjën e Xhamisë, ku i kom posë do më thonë krejt aty. Edhe vllazërit tjerë? Krejt do më thonë dikun 80 antari jemi konë me një shpi. Po. Por, na si njësit, e kemi posë edhe aty ka njerë të vllovë do më thonë miftari, shpia ti, po qerdhen e kemi posë në Huda e Kamerit. Kamer Miftari? Kamer Miftari, djenë për shama. Ku një kanë vendosë zakonisht, Feriz, po aty e kemi posë do më thonë qerdhen. Je shku ka e shku, aty ke u dosht. Jo dosht, po e kemi posë. Pik takimin? Po, pik takimin. Po mas nejtash, mas i e këthy në popullatë dhe e ki kontribu për mos me u paniku populata, faktikisht, me qenë afër tyre. Shka keni vepru mos njësit jo? Po na se njësit do më thonë, jemi mundu diçka me ditë, shka ka ndodhë atje, po na jemi me do më thonë, pa kur farë informacioni. E tash, në munges të informacioneve se shka ka ndodhë atje, do më thonë kanë vendosë, Ejupi Uruqi komandonti, edhe Halil Shala, edhe Abdullah Uruqi. Po? Kanë vendosë, do më thonë, me shku, me hinë zhegos. Me hinë zhegos, edhe me posë shka ka ndodhë atje, shka tani na me bo, shka me vepru na. Për veprimeve të tjeshme, ta. Po, edhe kanë shku, qysh kanë shku ata e din, po me shumë, do me thonë shumë rrezi që kanë kalu, edhe jënë këthy. Kur jënë këthy një natë apo 2 ka nejt atje, kur jënë këthy këtu në Bresalc, do me thonë Ejupin, unë nuk e kum po. Pasi që u këthy, a? Pasi që u këthy, unë nuk jem taku me Ejupin, jem taku me Halilin, do me thonë shpit Kamerit, nud Kamerit, Kamer Miftarit. Edhe aty,
Halili ka do më thonë shka ka mujt me morë informacion atje prej një personit apo dy, shka po di unë. Edhe e ka di do më edhe për familjen, baba, nona që ju kanë vrojë Jupit, po e Jupit se di sa u konë informu, po si do që t'jen. Tash tu e Halili takosh me Halilin. Me Jupin jo, pse me Jupin se takove? Po e Jupit do më thonë më zgabofsha, nashta këtu muj me gabu se mëse se kum taku, nuk e di. Ai ka shku e ka morë muslim bjanmi, nuk e di që ju kanë ra 2 djem. Musli Ademi apo? Musli Ademi do me thonë në Verbicë Zhegovcit. Që i ka dëshmorësit. Po, 2 djemt edhe ka morë dhe ka shku me ta atje, por e ka lonë porosin te Halili. Edhe ka thonë që une jëm qëtu, do më unë në Zhegovc, jëm lagja e Tahoviqe, më zgabofsha, jëm qëtu, organizoh me një sitin, ju priti këtu, do më unë për në Zhegovc. Juve, personalisht, ju vjen një informat se komandant Gjilani, Refik Shala, gjindet në fshatin Bresal, konkretisht në te lagja e Gjamis. Dhe sa e di që jeni koordinu me Halilin dhe ju personalisht keni hyjë dhe keni tërhek. Këtu do është ta më lidhë, do me thonë. Qysh ka ndodhë tërheqja e komandant Gjilanit? Çfarë kohë i ke shku? Do me thonë, u konë ora, u konë 11-12 nashta 1 ditës. Gjatë ditës ke hyjë? Po gjatë ditës. Edhe... Se për ata që nuk e dinë, se tash është shumë letë me folë, mirë, po në atë kohë ka pas lëvizje shumë të paramilitarëve gjatë në fshat. Po shumë. Edhe Halili më ka thonë se duhesh me shku me marë komandant Gjilanin. Është qëtun, të filan shpia. Edhe ka ndodhe, kom shku në e kom marë, Refikin e kom gjetë me një gjendje të merushme. Të merushme, do me thonë. Edhe kur kom shku në aty, është gëzu shumë. Që e gjetë një shok të? Shumë tepër është gëzu edhe ma ka thonë këtohën. Tha, që tash, tha, mos i takova, tha ty, nëse je tha i përpashmi, nëse je tha që shje konë, tha, tash tha edhe më vro, tha se kom, tha, problem. Edhe e kom morë, kom qu, dhe më honë jemi shkue, te Oda e Kamerit, Kamer Miftarit. Aty do më thoni një bashku të tretë? Aty jemi bashkue, edhe Velia ka orë, do më thonë, ndërko, jemi organizu dhe kemi morë rrugën për Zhegovc. Me u bashku me komandantin? Me u bashku te Jupi që e kalon, takimi, porosin që e kalon Halilit, edhe Zeqen. Po kush e kosh, po këta po du me të pytë, kush e kosh ju prej lagjës Gjamis për me dëpërtu për Zhegovc, sa persona morët këtë rrugë, kush ishte me juve? Jemi konë une, Refik Shala, Halil Shala, Veli Murati, edhe konë vllavi Halilit, Zeqa. Po? Edhe, kur kemi shku në lagjën Markovc, kemi hinë shpit Halil Shalës, edhe kem dash me pushu se do më honë, o konë shumë lodhja, aja kështu vija i rrura shumë shkurt. E sa kohë i bënët? Po që kjo është, aja do më honë kemi bo, tash nuk ve di sa veç kemi bo shumë, 4-5 orë. Prej lagjës Gjamis të Prej shpijes të Kamer Miftari, do më honë, të erit e shpija Halil Shalës, do më honë diferencë, aja vija i rrura është, se dia i ka 1000 metra, a mu kemi bo shumë se u dash mu sjell për me shku aty. Edhe aty, Halili e ka thirë një kusherit vetin, dikon ka bisedu, dishka, shka ka bisedu, nuk e di, po na kemi poshuve aty. Deri sa ka zonë Muzdrit, në shpit Halili. E aty ta na jemi qu, jemi përshëndet Zeqa Kamet, aty na kemi hec. Dhe më thonë, jo shkut në Zhegovc, një 4, dhe e gjetë komandantin në Zhegovc, po, a më nëshme nga të regu tash, qka tutje basi më rritë në Zhegovci? Po, jemi vendos aty në shpijen e Ramadan, Ramadan mu zgabosha ka pos, po djemve tyne, po dume, se për plakin spedishe ka pos em. Ka qenë Enveri, Naseri, Vllaznia ta e në konë aty, u konë Faiki, Ceti do më thonë ka qenë edhe në Marevc,
Në ofenziv të Marifësit? Po, ka Okej. qenë atje, edhe në veri ka qenë atje. Faiki, do më e përmena, edhe Basria, edhe Bakia. Mirveti, Baftiu, Elmihate Baftiu, Magribe Baftiu, do më komplet thana u kanë bashkangjit një sitit tonë, aty edhe kemi ndru emnin e një sitit. Aha, kjo kanë arsye, domethënë që Po. një sit Bresalcit, Prej një sitit Bresalcit, aty kemi kalu një sitin e Pajazit Ahmetit Paja. Por, shka është ma e rëndësishmja, që na, përveç e jupit, aty edhe misimi që i shkon aty që i shkëthy me Tahirin Haxhien, na kërkon se kemi taku aty heq. asnjë banor të Xhegocit. As një heq. Mar as ushtar, as kur gjë, se kemi taku. Po, të është hierarkia e shtabit. Ju kur keni shku në Zhegovc, ku ka qenë? Ja, nuk di ku ka qenë. Nuk di kryesorja, aty as një heq. Domethënë s'ka pas njerëz, Nuk ka as pas ushtar në Zhegovc. ushtar mu heq. Kur një dit na nuk kemi nejt me një vend që me thonë hajde se sot po rrina, po shojmë atë mënë, po gjithë kemi qenë lëvizje. Lëvizje për me u taku me forca tjerë, sërbë Po, e ki fjallën apo çka? Edhe ajo, qysh jo, edhe ajo ka qenë, po dhe kemi pas interesin për shembull mu taku me në ajo ushtar apo që u largu, po. Domethënë ju asnjë ushtar nuk e keni gjetë në Zhegovc. Ja, jo, asnjë. Edhe a kur keni pasur kontakte tani me hierarkinë? Kjo është vonë valla. Vonë. Vonë është. Po thom një muj nashta ma shumë, po një muj. Kanë ardhur, ka ardhur Ahmeti, Shema, kanë ardhur disa ushtarë ata që i kanë pas me veti, edhe kanë bujt aty një natë ose dy. Te ku jeni kanë ju? Po te na. Okej. Edhe kanë vazhdu. Po dashta diçka me të pyet se harrova në fillim. Ju kur keni shku në Zhegovc, edhe s'keni gjetë kërkend, as prej ushtarëve, as prej popullatës. A mundesh me na tregu të vrarmit, si qoftë ushtarët e UÇK-s, Po. që tash janë dëshmorë, qoftë prej civilëve. Kush i ka varros ata? Po është atje ku e thash, domethënë që janë vra civil edhe janë vra ushtar aty, u kon Sahit Baftiu, që ka pas një sitin e vet, aty në lagjen e vet, është vra me vlla, djali 14 vjet, Kastriot Baftiu. Kastriot Baftiun, Edhe Shahin Baftiu. vlla. Shahin Baftiu edhe një dhonër i tyne. Janë vra aty, edhe shumë civil tjerë. E aty, që ky e ju Baftiu, e ka tafër Sahitin, i ka vorros me dikon. Po me kon, është kohë e gjatë, më ka tregu, po ku më harru. Tamam. Po i ka vorros. E për këtu në alt, kur u vra domthon Paja edhe Alboni, edhe Tefiki, Po, te Nushi, hanët. po, aty i kanë vorros sërb me skavator. Konkretisht, a mundesh me na tregu për aksione që i keni ndërmarrë si një sit, ku edhe i bie që keni marrë hakun e dëshmorëve të kësaj zone dhe të martirëve? Po, një natë, domthon mbrëmja, që aty dikun, mbrëmje ka qenë, ka ardhur agroni me 2 persona. Ka kërku ndihmë, edhe domthon edhe informacion që ka thonë nesër në ora 12 vinë, kanë qenë kriminera shumë të majnë, ata domthon Vasiqi, Toshiqi, Shkapodiun e do tjerë, kanë me ardhur edhe kanë kërku flija më bo me mjalt. Shqiptarët mi bo filia me mjalt Shqiptarët e atyre. Tërbufësit më bo atyne, edhe më jau morë 2 kere. Domthon, njoni u koni agronit, njoni u koni mi Gjestina, edhe me mu këthyte poshtë. Edhe na jemi qu, Agroni ka lyp ndihmë për juve Agroni që ka mos me lyp- la me ndodh kjo? po, Okej. edhe na jemi qut nesrit, e ju poruqi, komandant, Veli Murati, Halil Shala, Refik Shala, Ismet Baftiu edhe une. Kemi shku molit, domethënë edhe kemi shku nër Tërbufës, për funin mes Tërbufësit edhe Slovis. Okej. Edhe kur kemi shku aty, jemi nol, është një qeshme, u konë tash sa është, nuk e di, jemi nol me pushu edhe me pi ujë. Domthon Keri veç ka ardhur, në atë moment ka ardhur Keri na pau pozicionu në Pozicione. pozicione. Edhe u kone pa mundshme domthon për mi zgjasu ata. Edhe i kemi lonë kanë hinë Tërbufës.
Ndërkohë, jemi dalë, jemi pozicionu, do një metër e kemi pas rrugën, ku ata kalojshin. Jemi pozicionu 2x2, se i pritshmi 3 kere me na ardhë. Një shkoj, po për mi morë edhe 2, i pritshmi 3 kere. Do me thonë, Refik Shala, Ismet Baftiju, Halil Shala, Milazim Iftari, do me thonë, e ju poruqi Veli Morati. Këta kemi qenë, do me thonë, pozicionu 2x2, për mi prit 3 kere. Edhe tash ka ardhë një djalë aty, një person, edhe e kemi pyet se a janë, shka janë, ku janë. I keni lyp informacione për tina për... shka kanë. Okej. Na ka tregu edhe i kemi thonë, dila nena, mos ec, po prit deri të kryet aksioni. Edhe këqashtu ka ndodhë. Edhe ku e di shka qyshtek, ata kjerë tjera s'kan morë, po jënë këty me kjerën e njëjtë. Okej. Edhe aty kemi gjujtën. Të me thonë, kjo është një rasti kur ju i sulmoni dhe shkaktoni vdekjen e tyre në këtë aksionin e Tërbufës. Ty do me thonë kemi gjujtë, do me thonë se cili, se na erë një, do me thonë edhe aty mos s'kemi lëshu. Tamam. Po rasti te vorri i Albanajetit. Po. Qysh ka ndodhë kjo? Po na si që thash ma herët, na kemi dalë, do me thonë, s'kemi nejt me një ven, as një ditë. Edhe ditë e kemi dalë në këtë teritorin kënena, lagja e Saljovice, apo Kurdjevice, tash nuk e di që shqithojshin. Kemi dalë aty. A keni pas informacione për këta, po? Jo, nuk kemi pas informacion, por rastësisht kemi dalë. Edhe unë me Refik, unë kemi qelë një sanak aty për mjollë me këshyrë. S'kishke njerëz aty, heq. Me marë pak mjollë. Është një zhurmë, edhe tash Halili edhe Velia. I kanë po një traktor që po vjen prej këtu për mi Markov, zdikun. E kanë po që po vjen një traktor, po shka nuk e dike, po ajo ishke, do me thonë, absurdet ana logika mus me ditna. Se s'kishke levizit tjera përveç atyne. Po, e Halitin edhe Enverin i kemi lonë manalt. Nuk i kemi morë të shpia, po i kemi lonë me kontrollu rrugën? Po, me nejtë, aty të rruga me veshgu, po. Edhe u hyp Velia, ndëmoni ka këshyrë me durbi, ka po, gjëja se po, se di, saks s'muj kemi po, se ishke pak largësi e modhe, po i ka po, tha me një uniform, tha janë, njëjtë. Po mujnë me konë, tha, tu që kësë, në ditën, do me honë, hala ishke pa o të rru, dritë. Po përveç juve tu që kësë, a ka posë? Pas, ta na fillun aty ka pak. A po, a? Po fillun mu organizue, dikun. Edhe kemi dollë te ku i kemi lonë Halitin edhe Enverin. Edhe tash e ngojsh me traktorin se ka po shkon traktori. Apo shkon ka Vërbica, apo vjen kënena ka zhegu sepër. Edhe ka orë kënena. Do më thonë na kemi pas një 10 metra një farë moli, u konë shumë i shpesh. Edhe po gjujmë, komandonti ka dhonë uru, tha mos mi gjuj, tha pilshojmë, tha në tin. Ata ishin konë 4 për mas, në kera të traktorit, edhe ishin bo shpinë për shpine. Ka lash në dorë edhe veç këshërshin aty. I kemi lonë kanë hi. Edhe i kemi prit, por ata atje kanë hi me plaçki, do më thonë, edhe u terru, u bo terë. Tash, ku kem na aty pozicionum, ishke pa mundur me bo dishka, se ishke moli, edhe ishke i shpesh, jemi nisë, në drejtim të Zhegovcit, do më thonë, edhe kemi vendosë në vore mu pozicionu. Tash, do më thonë, ata po vinë prej Zhegovcit tepër? Po vinë prej Zhegovcit. Më u këthy ka kanardë dhe ju e një konë pozicione? Kishin morë friza të pia e kupit. Ka pas kanë plaçkit banorët? Po, kishin plaçkit, 2 friza të pia kishin pas morë. Edhe kur kanardë e lisin, a i kemi gjujt. Edhe është nol komplet traktori, kemi kry aksionin, me sukses jemi tërhjek. Armt, javë kemi morë, dokumentat shka kanë pos, javë kemi morë. Edhe dokumentat faktikisht? Edhe dokumentat javë kemi morë, edhe kemi hecë. Në këtë aksion, keni marrë pjesë jo Milazem Iftari, e jo Poruqi, Refik Shala,
Halil Shala, Veli Murati, Enver Baftio, edhe Halit, Uruq. E Ceti? Ja, Ceti nuk u Këtë konë. aksion s'u Këtë konë. aksion nuk u konë Ceti. Ceti u konë në aksionin tërbos, Tamam, anë këto nuk u konë. në rregull. A mund është diçka ma konkrete me na tregu rastin kur tash ju i latë kufomat e tyre në vend aty, Po. të varët e Zhegovcit. Kur të vinë organizohet ushtria serbe për me armit të rej kufomat. E ja, harrova edhe një detaj këtu. Do me thonë, një Kalashnikov na mungoj ke neve. Sa persona ishin ata, neve na mungoj ke një, se su ne gjetëm. Edhe tash, komanda unë te, gjithëherë më bashkëpunim me neve, s'ka morë veprim në veti kur. Okej. Tha, duhet me shku, tha me gjithë edhe ato. Mu qu heret me shku me A, gjithë. për të nesër në një Për të nesërmit. Okej. Edhe kemi shku, qashtu ka ndodhë, tu zrit kemi shku, e atë nesrit ka ardhë faiki Me juve? me neve. Okej. Është një faik aty. Edhe, si kemi shku e ka gjetë. Edhe kemi morë, jemi këthyje. Okej. Po. E tani, kur ndodhi tërheqja e tyre, kupoma tyre? Ku i një kanë jo? Tërheqja, na jemi konë, s'kemi livrit na kur, gjithë në aty ku jemi stacionu për herë të parë, Okej. në shpit në veri, do më thonë se baba i tiju se Ramadan, Baftijut, na s'jemi tërhek asë njëherë, kur aty. Edhe, jemi konë, do më thonë, ditën kritike që i ka ndodhë ajo për Enver Miftarin, e dill të hanën të martën me ngjes, edhe jemi konë të ushi në një kosh aty u konë, unë jemi konë Refiki Enveri Naserin, mos gabosha. E aty ka ra granata e parë. Dikon se kemi pas 100 metra për mi neve. Mos me pas konë që ajo koshi që jemi konë nërkosh, neve gurë do me thonë na kishin mirë. Është interesant që kam pas informatat sakta ku gjendeni. Nuk e di edhe unë edhe këto gjithë herë i thonë vetës qysh. Po se në popullata që u kanë jashtë rrethimit Zhegovcit, jashtë Zhegovcit, këtë aksionin ku pëthu granata e njohin sikur granatimi për herën e dytë i Zhegovcit, se ka pas granata shumë. Po. Edhe tëna, mas asaj të parës, 2 për një herë kanë ra anena, Okej. për funin neve. Edhe tëna mo kanë fillu ata me atë vetën granatimet. E çu gjetëm Rregullisht. këtë rast? Na jemi bashku do me thonë. Dikush u konë fjetë se ka rujt, na kem pasë rujt, do me thonë që kur pa rujt s'kemi najt. Dikush ka qenë fjetë, dikush u qu, jemi mobilizu komplet. Komplet që shemi konë një siti do me thonë. Muj me t'i përmen edhe me emra, s'është problem. Okej. Po, Edhe? jemi mobilizu edhe kem debatu aty, jo s'kemi bo panika s'kur gjo. Dikush ka thonë po shkojmë nga të kufomat. Unë për shembull im konë një që kom dash me shku nga të kufomat. Nëse hinë komësoria, vetën e nëzermi. Qysh po menon? Po, Në konflikt, po, konfrontim me ta. po, në A konfrontim. se keni menu mu largu me ik? Ja, s'ki pas, s'kem as mene se kena bo kur, për ikja apo për tërheqje. Edhe tash komandoni ka thonë, jo nuk bën, edhe u arë vendimi i gjithëve të thonë, jo nuk bën me shku atje, po nëse janë ata janë të na granatu për mi tërhek kufomat. Nuk e besoj që i hinë komësoria. Edhe na jemi dalë, jemi shku si ka... Në periferi, ja? Po, si jemi largu, do më thonë na venin tonë e pashmi shpijen ku ishmi tonë. A si ma përballë, fakë? Po jemi dalë si për balë naltë atje, edhe kemi nejtë aty deri në ora 3 ditës. Dej atër ka pas Po, granatina? e aty ta na janë nisen mu pakue, bëj kena një diku na mu zonën mu rallu aty. Edhe jemi këthy. Kur jemi këthy, dikon tu të rruq aty, kanë ardhë. Kanë ardhë ushtarë, kanë ardhë shumë, prej Vërbicës, Smajloviqe. Ushtar të QK-s? Tu QK-s që jënë konë do me thonë atje, që jënë vendos për i Marevësit, kur jënë këty disa. Aty ka qenë edhe Teuta Hadri, doktoresha. Po. Aty,
Kur është vrarë në veri. Kur është vrarë në veri, kanë qenë në shtëpi aty. Teuta edhe Liraki, Dajki, Liridoni, Tybes, emna Spjavdi. Okej. Edhe do me thonë në veri u konë roj. Si pas dhona këto nuk e kam, s'kam Dionisës si më konë aty, po qysh kanë thonë, do me thonë, kur kanë ardhë, a i ka gjujt nda. Edhe është plagos në konë. Në verë miftari. Në verë miftari. Edhe u him mrena, edhe ju ka thonë këtyne, i ekni knenat e poshtë. Ata kanë këtësy për dritare që shindal. Kjo e ka lidh, e ka hek rrypin, e ka lidh komën, edhe ka dal. E ka ndru karikaturin, edhe ka dal. Ka dal, jo më rujt, po ka dal haptas kështu. Se ata faktikisht pas kanë rrethu shtëpinë, a? Po. Jo me rrethu, jo, po do me thonë drejtimin e përparshëm e kanë pos. A ju kanë të hy? Po. Edhe aty ka dalë në veri edhe ka gjujt. Tash sa ka gjujt, nuk e di, po kryesorja. Aty edhe bjen heroikisht. Aty bjen. Faktikisht ky rasti i Enverit dhe bën që me shpëtu jetën këta tjerë. Po. Po se kjo i është neutralizon. shumë e vërtet. E po pse është ky po mbien me një që sa herë po vinu ushtarë të jo. Po se di, tash nuk e di që isha. Si pikë referimi jo. Po nashta mas ofanzivës, që ishme vendos aty, besoj, a marrë ke menja, apo s'pedi që s'kishin ku mu dritu tjetër kun përveç të na. Po flasë përveç popullatës edhe disa prej ushtarëve? Po prej ushtarëve. Edhe dikush do i ke për shembull mu kyç, dikush do i ke me ditë diçka ku janë komandantët e këta. A keni pasin po jo ku janë komandantët? Po kanë qenë një 2 herë, do më thonë, ma heret, Ameti edhe Shema, do më thonë. Kanë qenë me disa ushtarë. Mi u vizitu? Me na vizitu. Mi u inspektu? Nuk e di, veç do më thonë, kanë qenë, kanë nejt njerë kanë flejt 2 net, a rastin, kur e kem pas aksionin në Zhegovs, aty jënë këthy në artë e na kanë vizitu, na kanë uru, do me thonë se e kanë pas, se kanë qenë edhe ata, i këshin po venin në ngjarjes, edhe kanë shkue, do me thonë atë natë s'kanë bujt. Okej. Po, kjo është e tërë. Që u bënë 27 vite pas luftës, dhe na vje keq që tash pas 27 vite po e sjellin këto rrëfime ekskluzive, mirë po duam që historia e vërtet të mbetet për gjeneratat e ardhshme dhe të dihet se me të vërtet dikush kanë marrë hak për të vëramit e kësaj ane. Dhe nuk e kanë dalë aktivitetin ushtarak as pas datës së 15 prill kur ka qenë ofenziva deri në ditën e çlirimit. Kështu që na publikisht i falenderojmë njerëzit si Milazimi dhe shokët e tij për kontributin e tyre para luftës, gjatë luftës dhe në paqe. Milazim, faleminderit shumë që pranove në kom pjesë intervistës. Faleminderit edhe për juve. Shumë faleminderit.